Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Ministër Gonxha Mazniku, nderuar miq, mirë se erdhët në Elbasan, në fakt sot për prezantuar projektin e detajuar të automotoparkut. Shumë kanë qenë skeptikët për këtë projekt, jo vetëm qytet, por edhe në Shqipëri, skeptik, të cilët nuk e mendonin që Elbasani në të ardhmen do të ishte një pikë e fortë e zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit automotivit. Sot jemi para këtij fakti, që kemi një projekt të detajuar, të bërë nga inxhinierët dhe arkitektët më të mirë, një plan menaxhimi dhe patjetër një koncept për zhvillimin. Ky është momenti i Elbasanit, të fillojmë me punë të mbar, me punë të mira, për të vazhduar me ngritjen e biznesit, me zhvillimin e biznesit dhe me një cikël të tërë ekonomik, të cilin fakt ne kemi të panjohur akoma në Elbasan dhe akoma dhe në Shqipëri. Dua t'ju falenderoj të gjithëve dhe t'i le kohën të flasin edhe inxhinierët, por para tyre duhet të jap fjalën në fakt ministrit të ekonomisë dhe të kulturës, zotit Blendi Gonxhe, dhe dua ta falenderoj shumë në fakt për të gjithë mbështetjen që na ka dhënë për këtë projekt. Është një forcë e madhe që ky projekt ka shkuar përpara dhe ka shkuar deri këtu dhe jam i bindur që do ta mbarojmë deri në fund bashkë me kryeministrin që është promotori kryesor i tij. Faleminderit. Atëherë për ta mbajtur dhe shkurt, por për të mos lënë pa thënë disa gjëra të rëndësishme, industria e motosportit ndikon në jetën e shumë njerëzve në mbar botën, nga kampionatet botërore tek garat e fëmijëve. Kush nuk është i apasionuar direkt, ndoshta nuk e kupton magnitudën që ka motosporti, mbase nuk e percepton dot madhësinë e kësaj industrie. Një studim i fundit i Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit mbi ndikimin social dhe ekonomik të motosportit tregon se të ardhurat e gjeneruara nga kjo industri në rang global arrin sot vlerën maramendse të 250 miliardë eurove. E thënë kjo me fjalë tjera, nëse motosporti do të ishte një shtet, do të ishte shteti i tretë më i fortë, më i fuqishëm, më i pasur në botë. Gjithashtu, studimi FIA evidenton se kjo industri gjeneron mbi 1.5 milion vende pune. Në këtë kontekst, automotopark nuk mund të konsiderohet vetëm si një pistë apo një vend argëtimi ku do zhvillohen gara. AMP do të jetë një motor ekonomik, një motor edhe në vetvete për të gjithë vendin, një realitet që do të sjellë zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të lidhur me industrinë automotive dhe përtej saj. Benefitet të prekshme në një mori industrisë të tjera ku vlen të veçojmë turizmin dhe shërbimet. Patjetër që automotopark nënkupton dhe një impakt të thellë social, veçanërisht për komunitetin lokal, në sajt e rritjes punësimit, qoftë ky punësim direkt apo ai indirekt. Në këndvështrimin teknik, automotopark është me shumë rëndësi sa i takon nivelit të ambicjes që ne po provojmë dhe të shkallës homologimit që ne duam të arrijmë, që është ajo e gradës 1, që është homologimi i nivelit më të lartë nga FIA, Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit. Me pikësynimin e qartë që të kapim të gjitha standardet pra për një event të Formulës 1 brenda vitit 2030 sipas ambicjes tonë, por jo vetëm, edhe gara tjera dhe kampionatet ndryshme dhe evente ndërkombëtare të ndryshme që do donin të kishin këtë standard të pistës edhe të gjithë infrastrukturës pistës në mënyrë që të mund të negocionim dhe të lobonim dhe të kishim një sukses në kontratat e mundshme që ne do të lidhim. Ky objektiv është i arritshëm dhe do të vendosë Shqipërinë në hartën globale përpara 1 miliard shikuesve që ndjekin sporte ndryshme të garave pra me makina dhe me motore. E pse jo objektiva fatgjat do tjetë patjetër dhe evidentimi, formimi dhe promovimi i talenteve tona të reja me qëllim promovimin e një brezi të ri pilotësh të cilët do të garojnë së shpejti edhe në flamurin shqiptar, edhe me ekipe dhe skuderi shqiptare. Komponenti i dytë që unë dua ndaja me ju sot dhe që është shumë i rëndësishëm dhe që na tregon dhe një arsye tjetër shumë të fortë sepse ne po investohemi në AMP, pra në automotoparkun e Elbasanit, është siguria rrugore. Nuk ka dyshim se aksidentet rrugore kanë një ndikim shkatërrues mbi viktimat dhe familjet e tyre. Edhe pse shifrat e aksidenteve rrugore me pasoja fatale në Shqipëri ka mësuar një rënje konstante në vitet një pas një, ato mbeten një plagë sociale që duhet luftuar. Përtej dramës personale, aksidentet rrugore kanë një kosto të madhe socioekonomike, e cila shkon shumë përtej
vetë kostos materiale apo mjekësore, shëndetësore apo të kurimeve e tjerë. Fatkeqësisht humbjet më të mëdha në jetë dhe dëmtimet e rënda i përkasin me statistika grupmoshës nga 25 në 40 vjeç, e cila përbën edhe pjesën më produktive të forcës punëtore të një vendi. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, impakti ekonomik i aksidenteve rrugore në vendet me të ardhura mesatare, ku hym dhe ne, është sa 1.5% e prodhimit të brendshëm bruto. Në rastin e Shqipërisë, kjo do përkthehej në një kosto vjetore për rreth 360 milionë euro, të cilat shpenzohen dhe ne shpesh nuk e kuptojmë, nuk jemi të ndërgjegjshëm boll dhe mjaftueshëm për ta parë dhe për ta kuptuar peshën e këtij dëmi të madh ekonomik në vend, në rast se ne nuk adresojmë siç duhet problematikat e sigurisë rrugore. Me qëllim përmirësimin e kësaj situate, pra për sigurinë rrugore, Automotopark do të përfshijë dhe qendrën e parë të trajnimit për sigurinë rrugore, ku do të kemi si pyk shënim që të realizojmë kurse formuese, simuluese me të gjitha situatat rrugore, për t'ja u thënë shumë troç, ne dalim shofer, ne mësojmë teori, ne provohemi në praktik, po ne nuk provohemi në rëshkitje, ne nuk provohemi në dimër, ne nuk provohemi në akull, ne nuk provohemi në një moment të një situate kur rëzohet para nesh një pemë, ne nuk provohemi në një moment kur para nesh disa makina përplasen, ne nuk provohemi pra në simulator dhe në situata simulimi real në këto qendra trajnimi, siç duhet për të dalë shofer. Dhe mendoni, kur këtu flasim për shofer, e kemi fjalën dhe për shumë që janë në nivel profesional të patentës, pra që drejtojnë mjete që janë të transportit të madrave apo të pasagjerëve. Kështu synohet të arrijmë rezultate të prekshme dhe afatgjata jo vetëm në statistikat mbi aksidentet rrugore, por edhe në rritjen e kulturës përdorimit të rrugës apo uljen e sjelljes agresive në rrugë për mijëra udhëtar të tjerë në vend. Statistikat ndër vite nga qendrat e ngjashme të trajnimit janë tepër inkurajuese. Formimi në kurset të posaçme si ai që do të aplikojmë në Automotopark Elbasan, për të gjithë ata që do dalin me leje të reja drejtimi e në vijim, e ul me 32% mundësim për të përfshirë në aksidente rrugore, me 59% mundësim për të përfshirë në aksidente rrugore me dëmtime dhe në 96% mundësim për të përfshirë në aksidente me pasoja fatale. Pra, është një komponent shumë i rëndësishëm i projektit të Automotoparkut. Për më gjerë, për më thellë në detaje teknike, zëvendës ministri Sokol Duma do t'ju njohim me një prezantim i cili përkon sot edhe me datën e dorëzimit përfundimtar të projektit të detajuar, dhe tashmë hym në fazën tjetër pra të procedurës për prokurimin e ndërtimit të Automotoparkut për pjesën që nuk ka lidhje me infrastrukturën dhe me akseset, që është duke u ndërtuar dhe që është duke zhvilluar në teren me partnerët tanë, Fondi Shqiptar Zhvillimit dhe Bashkinë Elbasan. Faleminderit. I nderuar kryeministër, të nderuar ministrat Gonxha dhe Mazniku, i nderuar kryetar Llatja, të nderuar pjesëmarrës, e di që ka shumë kuriozitet për projektin e Automotopark dhe çfarë ai parashikon, kështu që do përpiqem të jem sa më shtrues në lidhje me përmbajtjen, duke filluar nga hapësira vendodhja ku projekti synohet të zhvillohet, që është në zonën e krahasës Buzë Lumit Shkumbin. Siç shikohet, vendodhja është optimale, jo vetëm nga bukuria natyrore, por edhe nga pikpamja e kohës, motit, diellit, prezantim me diellin. Projekti është parashikuar në mënyrë të tillë që të jetë multifunksional. Në aspektin e motorsportit, projekti parashikon struktura të posaçme për kompeticione kombëtare, kompeticione ndërkombëtare, idealisht ai Formula 1 që parashikojmë, testime të mjeteve të reja, por edhe disiplina që janë rishtazi të hyra në kategoritë e motorsportit, siç është drifti, Race of Champions të tjerë. Në aspektin e edukimit, struktura, si tha edhe Ministri Gonxha, parashikon të ketë shumë struktura edukative, jo vetëm për drejtuesit e ri të mjeteve, por edhe drejtuesit e mjeteve profesionale, si ato transportit të madrave, transportit pasagjerëve, drejtuesit e ambulancave apo policisë të kështu me radhë. Patjetër do të ketë programe edukative edhe për fëmijë në lidhje me përdorimin e sigurt të rrugës. Por, projekti parashikon edhe një multifunksionalitet në aspektin jetësor. Struktura parashikon një sallë konferencash novatore, hapësira për panajire, ashtu si kurse mundësi për të zhvilluar sportet e tjera që nuk lidhen drejt me motorsportin. Këtu paraqitet master plani,
që në detaj është ndarë në 6 hapësira idealisht, ku në numër 1 shohim pistën kryesore, në numrin 2 është pista dytësore që lidhet me zhvillimin e disiplinave të reja dhe më të rinjve. Zona në numrin 3 me ngjyrën lila parashikon muzeun e mjeteve historike retro, i cili do jetë gjithashtu pjesë e Automotopark. Zona e 4 me ngjyrë të gjelbërt është gjithë hapësira e dedikuar për edukimin për sigurinë rrugore, si dhe ka edhe një hapësirë të posaçme për shërbimet e transportit rrugor dhe DBSHTR-s. Kjo është trajektoria kryesore e pistës, që ka gjatësinë dhe veçorinë e gjatësisë prej 4444 metrash, që mendojmë se do të mbetet edhe si shenjë dhe në memorien e shumë spektatorëve. Veçoria është që po afrohem pak në ekran. Kjo pjesë e trajektores është në këndvështrimin e hartës është një kthes tepër e gjatë, por faktikisht në këndvështrimin e pilotëve është një vije drejtë e gjatë, sepse është një kthes e përkulur në kënd nga 10 në 18 gradë, njësoj siç është në garat e Indianapolis. Praktikisht kjo është një rësi në Europë patjetër, por edhe për pistat e synuara të Formula 1. Ky është simulimi i shpejtësisë për një makinë të Formula 1. Siç e shohim, shpejtësia maksimale prej thuajse 350 km/h arrihet pikërisht në fund të kësaj kthese të stërgjatë. Kemi shpejtësinë mesatare prej 222 km/h dhe një xhiro totale e pistës është rreth 70 sekonda. Do të shohim një video me disa detaje arkitektonike të godinave në përbërje të Automotopark.
Siç e pat nga video, strukturat që parashikohen në automotopark janë vërtet manice dhe ajo çfarë parashikohet për Elbasanin është një rësi globale faktikisht, edhe nga diskutimet që kemi zyrtarisht me Federatën Ndërkombëtare të Automobilizmit, paraqesin disa nga inovacionet që po kërkohen tani e tutje për pistat e reja që do të zhvillohen. Ti shohim pak më në detaj, kjo është aktualisht në një pistë paddock i zakonshëm. Këtu është çfarë parashikohet në automotopark, ku user experience dhe afërsia me aksionin e vërtet me VIPs, me pilotët, është vërtet magnice. Në thelb kjo është çfarë parashikojmë në automotopark, bashkë me tarracat jemi praktikisht në një afërsi mbreslënse me të gjithë ekipet, me pilotët dhe siç thash me VIP-t. Kjo është lounge, hospitality lounge aktualisht, një strukturë e ngjashme me një restorant, kurse kjo është çfarë parashikohet të zhvillohet në automotopark, ku sërish kemi një afërsi me aksionin dhe një afërsi me çfarë ndodh në paddock. Kjo është pamja panoramike e pistës së kartingut, që është pista dytësore për zhvillimin e kampionatit botëror të kartingut. Kështu është siç duket një pit garazh, pra garazhet e skuadrave teknike, janë krejtësisht të mbyllura nga çfarë ndodh për spektatorët. Kështu është çfarë parashikojmë dizajni, çfarë parashikon projekti për automotopark, ku jo vetëm spektatorët kanë afërsi dhe shohin live aksionin që ndodh në pit garazh, por edhe dizajni ka një konformitet të tillë që është tepër novator. Kjo është sot zyra e race control, aty ku drejtohet çdo gjë që lidhet me garën. Zakonisht drejtuesi i garës ka akses dhe sheh çfarë ndodh në aksion vetëm nga disa ekran. Por në automotopark aksioni do të shihet edhe në vetë të parë nëpërmjet vetratave, ndërkohë që spektatorë të ndryshëm do kenë mundësinë gjithashtu të shohin nga afër aksionin në race control. Në rast të demonstrimeve të modeleve të reja të automjeteve, sot është praktikisht një rrugë e zakonshme në çdo pistë dhe disa garazhe. Në automotopark kjo pritet të bëhet brenda muzeut retro, i cili ka një akses të drejt për drejt në pistën e automotopark dhe veçanërisht në drag stripin, që do jetë pista për të bërë kompeticione ndërkombëtare të drag. Këtu kemi një fushpamje të zakonshme të spektatorëve në pista të ndryshme, kjo konkretisht është Red Bull Ring, ndërkohë afërsia e spektatorëve në automotopark është e tillë që të gjithë, dhe si do shohim më vonë për fushpamin, të gjithë kanë një akses në aksion dhe afërsi me aksion. Sërish një tribuna kryesore në një pistë, në automotopark veçanërisht në pjesën e kthesës së gjatë, që është edhe tribuna parësore, afërsia me garën është e tillë që mund të shquash çdo makinë dhe çdo pilot të jetë mirë. Një analizë e spektatorëve dhe fushpamjes tregon se automotopark, për shkak të strukturës së terrenit që ka formën e një arene natyrore, fushpamja është e tillë që në çdo drejtim, si në stendat VIP, ashtu dhe në tribunën kryesore, fushpamja është optimale në 90% të kohës. Po ashtu nga tribuna kryesore. Një veçori është kozgjatja. Një veçori, këto janë tribunat në rast lartë është tribuna në rast eventeve të vogla dhe poshtë është tribuna si parashikohet për evente të mëdha, si ai që shpresojmë Formula 1. Konfigurimet e pistave, lartë është konfigurimi kryesor për pistën për garën e Formula 1, i homologuar për gradën e parë nga FIA. Poshtë është konfigurimi i dytë, që është me një gjatësi 4470 metra. Gjithashtu pista ka mundësi që të ndahet në dy konfigurime të ndryshme dhe të kemi dy kompeticione paralelisht, ndërkohë që poshtë shohim se kemi edhe të parashikuar një drag strip për evente drag që janë shumë të kërkuara në kohë të fundit.
Tashmë paraqiten edhe modulet për edukimin për sigurinë rrugore, por jo vetëm edhe për pilotët, brezat e arshëm të pilotëve. Kemi 5 hapësira të tilla. Një veçori e automotopark do jetë edhe butterfly track, pra pista në formë fluture. Kjo është vërtet veçori, sepse na mundson që të kemi 2 konfigurime të ndryshme të homologuara në gradën e parë për kampionatin botror të kartingut, pra konfigurimi i parë dhe i dytë, një pistë për Race of Champions, 2 konfigurime të ndryshme për garat drift dhe 2 loops të veçanta për kompeticione për më të rinjt. Këtu paraqitet e gjithë hapësira për edukimin mbi sigurinë rrugore, ashtu sikurse edhe testet për lejet e drejtimit. Dhe çka është edhe më e rëndësishme për qytetin, Automotopark do të parashikojë edhe një qendër mjekësore, e cila gjatë kohës që nuk ka evente sportive, do të jetë gjithashtu në funksion të qytetit të Elbasanit. Dhe përmbyllim me një video finale. Welcome to the Albania Formula One Grand Prix. Për fjalën e tij, me Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, zotin Albert Mjonsniku. Sot shumë faleminderit për prezantimin, është një prezantim shumë emocionus. Kemi mundësi ta shohim një diskutim që e kemi bërë, e kemi folur, e kemi dëgjuar, ta shohim të materializuar në një projekt specifik. Walt Disney, gjeniu i kinemas, ka lënë një shprehje që është shumë interesante. Ai thotë, diferenca midis një ëndre dhe një projekti është një buxhet dhe një deadline. Projekti që sa pam ka ardhur dje dhe ngula shumë këmbë që menjëherë masi të vinte projekti kishim mundësi të bëjmë një aktivitet në Elbasan për të pasur mundësi që t'ia tregonim qytetit menjëherë transformimin në fakt të këtij nga një ëndër në një projekt të prekshëm tani më. Ishte aq i freskët sa që dhe në një nga prezantimet e pat të është konfidenciale akoma, sepse mundësia për të hikur nga konfidencialiteti ka ndodhur vetëm dje, dhe është emocionuese të shohësh detajet, konceptin të prekshëm, jo më thjesht një ëndër që u diskutua me kohë, kryeministri ka përmendur shpesh. Ideja ka filluar si një ëndër, apo si një ide nga pasioni që kryeministri ka, që për ta zhvilluar vendin me mekanizma të reja, mënyra të reja,
po edhe nga pasioni që Blendi ka për specifikisht për makinat dhe për mënyrën se si mundet që makinat nuk janë thjesht mjete që na lëvizin, por si pjesë të mënyrës se si ne funksionojmë në shoqëri. Krijimi i automotoparkut në Elbasan është shumë më shumë se sa thjesht një vend ku do të ndodhi në 2030-ën, siç shpresoj unë dhe Blendi, Formula 1 Elbasan, që ta vendosi Elbasanin në hartën botërore, ashtu siç ndodh në Monaco, siç ndodh në Dubai, ndodhi Formula 1 në Elbasan, besoj që është një koncept i cili mund të ndrojë mënyrën se si shihet Elbasani, po dhe e gjithë Shqipëria. Ju them dy numra që janë interesant. Një aktivitet i tillë mund të sjellë deri në 300.000 njerëz për të vizituar, dhe atë ditë shikohet nga më shumë se 1 miliard njerëz. Pra 1 miliard veta në botë, atë ditë kur jepet Formula 1, shohin, ndjekin këtë aktivitet. Dhe për më shumë njerëzit që vinë këtu, gjatë aktivitetit, atyre 3-4 ditëve të aktivitetit, janë një ekonomi e jashtëzakonshme për qytetin. Por siç pam, nuk është një strukturë rreth një aktiviteti, padyshim ajo është, le të themi, sebepi kryesor, po ka një seri aktivitetesh që japin mundësi gjithë kësaj qendre të funksionojë çdo ditë, që nga siguria rrugore, ke trajnimi i të rinjve për mënyrën se si duhet të funksionojë me rrugën, tek elementet e pasjes një qendre ku ka konferenca, ke gara të ndryshme që mund ndodhin, ke promovime të lëvizjes me makina. Pra një element i cili do të jetojë çdo ditë, do të sjellë çdo ditë ekonomi për qytetin. Unë besoj që sfida që kemi ne tani më, se sfida që për të realizuar projektin një sfidë që është nga ana e qeverisë, po sfida që ka qyteti është si do të realizojmë dhe do të bëhemi gati teksa projekti tashmë ka nisur zbatohet. Ju e keni parë aty tashmë janë bërë mbrojtjet lumore, tashmë është duke bërë mbushja, pra ka filluar zbatimi i projektit, por si do të bëhet qyteti gati për të pritur këtë risi në nivelin e turizmit, në nivelin e hospitalitetit, pra ku do të rrinë këto njerëz, në nivelin e ofrimit të shërbimeve të këtyre njerëzve dhe në shpërndarjen e kësaj prurje në të gjithë territorin. Pra kjo zemra e Elbasani, por padyshim Tirana është afër, Durrësi është afër, por edhe gjithë zonat rreth e qark. Ne jemi të interesuar të themi si të shkojnë këto njerëz të shkojnë të shohin liçenet e Belçit, si të shkojnë këto njerëz të shohin Kalan e Peqinit, si të shkojnë këto njerëz të shohin malet rreth e qark Librazhdit. Pra si do sigurohemi që teksa ky proces po ndodh, të arrim që i gjithë territori të përfitojë në mënyrë maksimale nga ky zhvillim. Kur këto zhvillime kanë ndodhur në vende të tjera, kanë sjellë impakt të jashtëzakonshëm në punësim, në ekonomi, në hospitalitet dhe në mënyrën se si shihet si imazh vendi. Ndaj dhe kjo është sfida në fakt që kemi sot gjithë bashkë dhe ne duhet bëjmë një bisedë të vazhdueshme bashkë me bashkinë, po me të gjithë operatorët turistik, me njerëzit cilët merren me fushën e mikpritjes, me agroturizëm në zonë, për të siguruar që të kemi maksimumin e mundshëm. Gjithashtu jemi këtu sot dhe jo pa arsye edhe në bibliotekën, pasi donim të bashkonim këto dy aktivitete bashkarisht. Pra jo vetëm prezantimin e kalas, por dhe faktin që kemi nisur tashmë punën me Blendin për rikualifikimin tërësor të bibliotekës, një element i jashtëzakonshëm i qytetit, pasi është në objektet e rradha i cili i është dhuruar 90 vjet më parë qytetit nga familja Baholli. Është tema se emocionuese të mendosh që 90 vjet më parë një familje në Shqipëri pati ndjeshmërinë dhe civilizimin e mjaftueshëm që dhuronte para të qëndrueshme për të ndërtuar një objekt nga zero, ka bler tokën, ka ndërtuar dhe objektin pranë qendrës së qytetit, mbrapa nesh është prefektura ku kanë qenë dhe institucionet e para të qytetit të ndërtuara në atë kohë zyrtare për bibliotekën e qytetit. Fakti që Elbasani 90 vjet më parë kishte familje që i dhuronin qytetit për të ndërtuar bibliotekë, është tashmë një shenjë e faktit se sa shumë civilizim ka këtu, sa shumë dashuri ka për dijen, dhe pikërisht si dëshmi ndaj kësaj gjëje, kemi diskutuar në udhëheqjen e kryeministrit me Blendin për të pasur mundësinë se si ta rikualifikojmë dhe ta kthejmë bibliotekën në një qendër që shkon përtej bibliotekës, një qendër të kulturës, ku kemi mundësi të bëjmë diskutime për mënyrën se si ecim përpara, për një qendër ku mblidhen vazhdimisht të rinjt dhe bashkojmë dijet që janë në libra këtu me dijet digjitale të ardhmes dhe e kthejmë këtë në një qendër ku të jetë zemra e
të parit drejtësardhmes që rinia e Elbasanit padyshim e meriton. Ju faleminderit shumë dhe ftoj kryeministrin për fjalën e tij. Përshëndetje gjithëve, ne vazhdojmë punën dhe zhvillojmë projektin e automotoparkut, i cili tani më, siç edhe u prezantua këtu, është një projekt i detajuar plotësisht në një bashkëpunim të ngushtë me Formula 1-shin, duke ndjekur të gjitha sugjerimet apo duke adresuar të gjitha kritikat e skuadrës së vendosur në dispozicion të këtij projekti nga drejtuesi ekzekutiv i Formula 1-shit Stefano Domenicali, dhe në ndërkohë në territor vazhdon puna për të përgatitur të gjithë terrenin mbi të cilin do të ndërtohet projekti, infrastrukturën, hyrjet dhe daljet, dhe nëse ju ka rënë rruga apo ju bie rruga andaj mund shikoni që ka një punë që bëhet atje. Ambicia është që Shqipëria 2030 të jetë edhe vendi mikpritës i garës së Formula 1-shit, diçka e pa konceptueshme deri para ca kohë, dhe diçka jo lehtësisht e konceptueshme nga vende shumë me emër se sa i yni, por ja që ne ja dalim edhe aty ku në një farë mënyre basti duket i pamundur. Dhe dua të theksoj që këtu nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Ky projekt është ekonomi, nuk është garë me makina. Dhe është ekonomi sepse në harkun e 360 vitit, ky projekt do të krijojë një destinacion ku në qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore, dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse që do t'jenë pjesë e të qenit ton antar të Bashkimit Evropian. Modeli ynë për këtë është qendra në Vjenë, por siç e vutre mbase nga prezantimi i projektit, me skuadrën teknike të Formula 1-s që ka punuar studioja e përzgjedhur nga konkursi ndërkombëtar, është ndërtuar një projekt që brenda vet familjes së cirkuiteve të Formula 1-shit është inovativ. Është inovativ për një sër zgjidhjesh që janë sugjeruar nga stafi teknik i Formula 1-shit dhe që faktikisht këtë cirkuit në Elbasan e bën një cirkuit që sjell një sër risish, gjë që është pjesë e kërkesave të Formula 1-shit kur adopton cirkuitet të reja në kalendarin e vet. Nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që për shkak të një parashikimi jo optimist të motit, por këtu Elbasani zhgënjeu edhe parashikuesit duke faktikisht na ofruar një ditë me diell. Ne nuk i ndam këto dy aktivitete, pra qëndruam këtu eksaktësisht në këtë sallë ku Arbi e bëri pak prezantimin, salla që 19 kusur vite më parë u vu në dispozicion të komunitetit nga një familje
e vjetër e Elbasanit, mes shumë të tjerash, një familje që i ka përkitur ati rrethit kulturor të kësaj bashkësie, e cila bleu tokën dhe ndërtoi të godin që njihet historikisht si biblioteka e qytetit. Këtu ne duam që të bëjmë një ndërhyrje të rëndësishme përmes Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për të krijuar e para një për të rikthyer kësaj godine gjitha të shkëlqimin si një monument i mirëfillt kulture dhe për të krijuar një destinacion të librit që të ketë çka është ruajtur këtu, por të ketë brenda edhe kohën e re, teknologjinë e kështu me radhë. Pra, nga një projekt shumë i madh dhe ambicioz që do të jetë një motor i shtuar për ekonominë kombëtare, tek një projekt i vogël dhe lokal që do të jetë një tjetër xhevahir që i shtohet Gjerdanit të monumenteve të kulturës Elbasanit, i nxjerr nga kjo lloj situate këtu me një fqinj atje në formën e një ndërtimi absurd që është ngjitur në kurriz edhe do t'ja ndajmë. Ecim më tutje për të quar më tej atë vizionin e bashkimit të Tiranës me Elbasanin dhe e bashkëngjitjes së Elbasanit me Tiranën si një gjymtyr e një metropoli që tani gjithmonë më shumë po merr formë si metropoli i dekadës së ardhshme, me qendër Tiranën, me dalje në det në Durrës, me shtrirje në verilindje në Dibër, edhe me këtë krah në Elbasan, ku në ndërkohë kalojnë edhe infrastrukturat e rëndësishme, siç është dhe rrjeti evropian i korridoreve, korridori 8, që ne e përfshim në rrjetin evropian në summitin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Tiranë në 2023. Shumë faleminderit edhe ditët më të mira edhe për Elbasanin janë të gjitha përpara.